Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një teme shumë të rëndësishme. Kemi të bëjmë, siç e thash edhe në televizion në TVSH, për sa i përket ditës së nesërme, ku ka të bëjnë shumë me ndikimin e diellit, ku dielli shkon në shenjën e luanit, një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë që dalin në dritë dhe ato që përballen me përvojën e madhe dhe provën e zemrës. Fillon sezoni i ndikimit, i forcës, i dashurisë dhe i vetbesimit. Më datën 22 korrik 2006, dielli futet në shenjën e luanit dhe hap një nga periudhat më të fuqishme, më të dukshme dhe më të zjarrta të vitit. Ky nuk është një kalim i zakonshëm astrologjik, sepse dielli në luan është në vendin e tij natyror, në shenjën që ai vetë drejton. Në astrologji luani është shenja e diellit, shenja e dritës, e zemrës, e krenarisë, e krijimtarisë, e fëmijëve, dashurisë, skenës, leadershipit, vetbesimit dhe ndikimit të madh të punës dhe të dinjitetit. Duke pasur parasysh ku dielli hyn në luan, energjia ndryshon menjëherë pas një periudhe më të ndjeshme në familje, emocione dhe shumë gjëra të tjera ndikojnë. Ajo që do të shikojmë ka të bëjë shumë me mënyrën se si gjërat kalojnë në fushën e guximit të punës dhe të ndryshimit të madh. Ky kalim i diellit në luan hap një periudhë ku temat e dashurisë, romancës, ndryshimit, kohës dhe mundësive duket se ka të bëjnë shumë me takime dhe bisedime të rëndësishme dhe mbi krenarin që ka të bëjnë në këto fusha. Dielli në luan nuk sjell vetëm bukurinë dhe shkëlqim, ai sjell edhe testin e egos, sepse aty ku ka dritë ka dhe hije. Luani në anën e tij të lartë është bujar, i ngrohtë, i drejtë, krijues, besnik dhe zemër të madhe. Por në anën e vështirë mund të bëhet dhe jo vetëm kaq, por edhe kokfort për gjëra që nuk shkojnë atë ku duhet dhe ka të drejtën e vet që të debatojë për gjërat që të kalojnë mirë. Shenjat që ndikojnë më shumë me hyrjen e diellit në luan janë shenjat fikse: luani, ujori, demi dhe akrepi. Këto katër shenja do të ndjejnë fort këtë sezon, sepse dielli në luan krijon një lidhje të fuqishme me to. Bashkimi me luanin dhe ujorin në katërkëndësh me demin në akrep, kjo do të thotë se këto shenja futen në periudhën ku mund të qëndrojnë në ndikimin më të madh të jetës dhe jo vetëm kaq. Diçka kërkon më shumë guxim, më shumë qartësi dhe më shumë ndjeshmëri. Më të ndikuar të janë ndikimi më i madh, sepse ka të bëjnë luani 10 ditë të parë, ujori 10 ditë të parë, duhet 10 ditë i parë dhe akrepi me ndikimin më të madh që ka të bëjnë në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha. Luani është shenja që ndikohet drejt për së drejti, sepse dielli futet në shenjën e tij, por luanët është një rikthim i forcës personale, profesionale dhe ndikimin e menjëhershëm të gjërave të mëdha. Ndikimet që kanë të bëjnë dhe në këto fusha duket se luani i 10 ditë të tretë do të ndjejnë ndikimin dhe pjesën më të ndikuar të pozicionimit të planeteve, të mundësive të arta që vijnë ndaj juve dhe mundësi të tjera që do të ndikojnë në jetën tuaj në përditshmëri. Ujori ndikohet fuqishëm sepse dielli në luan qëndron përballë me ujorin, ku ky kalim kaq i fuqishëm dhe i ndikuar do të thotë me mënyrën se si ai i rregullon gjërat dhe i drejton në mënyrën më të mirë, më të artë të tija. Nuk diskutohet dhe nuk e vën dyshim për një mirë arsye, sepse ka të bëjnë edhe me takime të rëndësishme në jetë dhe në vendime që merren në këtë drejtim. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë ka të bëjë shumë me diellin në luan, është një mundësi mjaft e mirë, por përveç shenjave fikse, shumë të favorizuar janë edhe shenjat e zjarrit, dashi dhe shigjetari, sepse dielli në luan krijon trekëndshën me to. Për dashin, ky kalim hap dashurinë, krijimtarinë dhe në gëzimin e punës suaj dhe të karrierës suaj dhe kontratat të rëndësishme. Dashi merr zjarr dhe jep mundësinë dhe kohën e duhur dhe guximin që arrit në finisht. Kurse gjithmonë ka të bëjnë shumë të dashit të 10 ditë të dytë dhe të tretë. Për shigjetarin, dielli në luan do të thotë hap disa udhëtime shumë të rëndësishme dhe ndikime shumë të mëdha në çështjet ligjore, vendime të rëndësishme. Shigjetari mund të ndjejë se jeta hap rrugë të gjëra, edhe këtu më parë ndikohet 10 ditë i parë dhe i tretë, sepse kanë shumë mundësi dhe ndikimet më të mëdha janë në anën e tyre. Kemi të bëjmë gjithashtu të favorizuar janë edhe shenjat e ajrit, binjakët dhe peshorja, sepse dielli në luan krijon gjashtkëndshën për binjakët dhe u jep mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja në këtë aspekt. Dhe gjithmonë ka të bëjnë shumë, gjithmonë është në anën e vet. Mesazhi kryesor të diellit në luan me 22 korrik 2026 është pikërisht
është koha ku të jetojmë me guxim, me zemër dhe me vetbesim, por jo me ego të verbër, jo me krenari boshe, jo me dram. Dielli në Luan kërkon që secili të gjejë dritën e vet, talentin e vet, zërin e vet dhe ndikimin dhe pozicionimin e vet. Disa shenja që ndjejnë këtë si rifillim, disi përballje, disa në lidhje me punën e tyre dhe marrjen e vendimeve, disa si ftesë për dashurinë, krijimin dhe gëzimin, por për gjithë ky kalim sjell një kujtesë të fortë. Jeta nuk është bërë vetëm për të mbijetuar, është bërë dhe për të jetuar me zemër, qiltërsi, pastërti, dinjitet. Para se të fillojmë parashimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja roz, si shikoni atje, atje keni gjithçka, atje keni gjithçka mbi tema të rëndësishme, atje keni gjithçka mbi ato çka ndodh në shenjën tuaj, në dhjetëçin tuaj dhe jo vetëm, por duke parë, mund shkoni tek sekretaria, të dërgoni një email nëse interesoni për parashikim më të detajuar, më personal, më privat dhe më pas flasim nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Për ju që doni që në kohë që jemi drejt me juve, ne doni të dërgoni mesazh për të marrë një përgjigje. Kemi pikërisht atë butonin aty. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të marrë përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e ndikimit, e zjuarësisë dhe e krijimtarisë dhe udhëtimeve të sigurta që janë të shenjës së dashit. Për ju të kësaj shenje duket se pikërisht kjo periudhë është një periudhat mjaft ndikuese, sepse është një kalim ndikim dhe mbështetës i çështjeve të mëdha financiare. Dielli në Luan për dashën aktivizon sektorin e 5 astrologjik, do thot dashurinë, romancën, flirtimin, fëmijët dhe bashkëjetesën. Kënaqësi në fushën e punës, në karrierë, në kontrata të rëndësisë veçantë, ku dielli futet në Luan dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot vazhdimsi dhe korrektësi në gjërat që juve kërkoni dhe dëshironi. Nuk e diskutohet, nuk vjen dyshim për një mirë arsye, sepse është kjo periudhë, është ky moment më i artë dhe më i miri që ndonjëherë. Jo vetëm kaq, por ka të bëjnë edhe me takimet e punës dhe bisedimeve. Por megjithatë, nuk është e nevojshme të provoni vazhdimisht se kush ka më shumë fuqi, kush tërheq më shumë vëmendjen ose kush duhet të marrë hapin i pari. Dashuria e vërtet nuk është garë, është zjarr që ngro, jo zjarr që të djeg. Duhet të kuptojmë disa fraza mbi ato që unë them, që të kuptoni në gjuhën tonë popullore, pra që kemi dashurinë dhe mëshurinë dhe jo inatin dhe patiturinë. Duhet të mësojmë të dimë se çfarë duam dhe ku duam të shkojmë. Ndikimet që kanë të bëjnë në lidhje me disa çështje shumë të mëdha, për shenjën së dashit, sidomos në çështjet e punës, lidhje me karrierën, dhjetëçi i tretë dhe dhjetëçi i dytë janë shumë të favorizuar në ndikimin më të madh të gjërave që ata kanë. Për financat dhe mënyra se si gjërat vinë, është koha juaj, është momenti më i artë i që ndonjëherë, sepse kjo është periudha, kjo është koha dhe momenti për gjëra të mëdha. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është nga më të mirat dhe më ndikuese në këtë aspekt. Të 30 diqët kanë mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet që ata kanë. Koha dhe mesazhi për sa i përket shenjës së dashit është që mos e zvogloni dritën tuaj, por përdoreni me zemër e jo me ego. Dielli në Luan ju ndihmon të shprehni atë që jeni, dashuroni më hapur dhe krijoni me guxim. Kjo është periudhë për të jetuar më shumë ngjyrë, por edhe më shumë vetdije. Dashuria duket se ka të bëjë shumë me peshore dhe me ujorët e dhjetëçit ku shkojnë në martesë, është muaji juaj dhe ndikimi më i madh që ka të bëjë në këtë periudhë, domethënë nga tani deri në 23-24 gusht, ku keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur për shumë gjëra dhe shumë çështje të rëndësishme për jetën tuaj dhe për gjërat që diktojnë dhe realizojnë në anën e pozicionimit të planeteve. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive në anën e biznesit, në anën e karrierës dhe në anë të tjera që do të thotë shenja e demit.
Dhe më të dashur, nëse juve keni pasur probleme ose të lindur të kësaj shenje, mund të ndikohen jashtëmase, sepse jo për arsye të punës ose arsye të gjërave që mund të keni ose mund të keni pasur probleme, janë të zgjidhshme. Është koha tani për të bërë një përmbledhje të çështjeve ekonomike financiare, një përmbledhje mbi ato çka është, mbi ato çka neve kërkojmë dhe duam, sepse të 30 diqët ka një mundësi mjaft të mirë dhe tepër pozitive mbi punën e tyre aktuale dhe mbi gjëra që diktojnë dhe arrin. Në 30 diqët, një kontratë shumë e rëndësishme që ndodh tani e tutje fund muaj dhe fillimi muaj tjetër, është një nga momentet më të arta që mund kemi, ose gjërat janë me ndryshimin e madh që do vinë tani e tutje, ku është dhe koha që do të shikoni të ndryshoni shumë gjëra në jetën e përditshmërinë tuaj, ku është një nga momentet më të mira dhe më favorite, sepse lidhet me punën, lidhet dhe me karrierën tuaj. Mesazhi për sa përket shenjës së demit, për sa përket këtij muaji të begat, të rëndësishëm, që do të thotë që mesazhi i muajit për sa përket demit. Shtëpia juaj duhet të jetë vend force, jo vend peshe. Nëse diçka në jetë private ju rëndon, mos e mbani vetëm sepse jeni mësuar me ta. Dielli në Luan ju kërkon të ndërtoni një bazë më të ngrohtë, më të ndershme dhe dinjitoze për jetën tuaj. Mundohuni të jeni korrekt dhe të pastër në atë që kërkohet. Dashuria e munguar, miqtë mi të kësaj shenje, duket se me akrep të 10 diqit parë, me luan të 10 diqit të dytë, që është diçka shumë perfekte, por me peshk, edhe pse keni pasur disa keq kuptime, por janë keq kuptime në lidhje me çështjet që janë kalimtare, këto jo diçka që mund të themi çfarë mund të ndodhi ose nga të vinë gjërat në anën tjetër, por pozicionimi i planeteve ndihmon, dikton në anën tjetër pozicionin e planeteve të mundësive të arta dhe të kohës përshtatshme për gjërat që kanë bëjnë dhe mundësitë që vinë në këtë aspekt. Një çështje mjaft madhore, pozicionimi planetar që do të ketë mundësi dhe të keni mundësinë për ta zgjidhur këtë problem, është gjithmonë me peshk dhe me vigjilencë, sado që të debatoni, por është jeta juaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë drejtim, jeni me fat në anën tuaj dhe në çështjet e pozicionimit të planeteve, ju ndihmon fati në lidhje me çdo gjë që ju kërkoni dhe dëshironi. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye ku arritja, periudha që ndodhin fenomenet dhe një nga mundësitë më të arta që mund keni dhe ndryshimi që bëhet, është një ndryshime më pozitive, më reale ato që janë. Dhe koha ka treguar që juve jeni me fat, i keni mundësitë për bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Kjo periudhë, kjo kohë ka shumë ndikime dhe shumë vazhdimsi, korektësi, jetë dhe dashuri. Të gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të madh për juve të shenjës së binjakëve, sepse dielli në shenjën e Luanit të datës 22 në orën 7:35 minuta që me orën tonë lokale, ka një ndikim shumë të madh sepse edhe mundësi që futen edhe ndryshimet që kanë të bëjnë, por do të keni parasysh sepse është shumë e rëndësishme komunikimi, mendimi, lëvizjet, kontaktet, mesazhet, udhëtimet dhe familja, ku lidhet shumë me çështjet nga më madhore të qenë ndonjëherë. Prandaj shikojeni me vëmendje, sepse shenjat e arit të 30 diqet kanë mundësinë dhe kohën e duhur për nisma të reja dhe jo vetëm. Megjithatë, mesazhi për juve për diellin në Luan është: mendja juaj është e shpejtë, por tani duhet të flasë me zemër. Kur fjala juaj ka ngrohtësi, jo vetëm inteligjencë, njerëzit ju dëgjojnë ndryshe. Ky sezon mund të jap mundësi të rëndësishme përmes komunikimit, nëse zgjidhni drejtimin e duhur, kontrata të rëndësishme pune, mundësi të arta në anën ekonomike financiare dhe një ndikim shumë i madh dhe një gëzim shumë i madh në familjen tuaj. Ajo që do të jetë në dashuri, do të thotë me shikjetar dhe me peshore të 10 diqit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese që do thotë një shenjë uji që do thotë gaforja.
Për sa përket gaforeve, me kësa gaforet duket se për të lindur të kësaj shenje, futje e diellit në luan shënon ndryshimin e rëndësishëm dhe jo vetëm ndikimin e madh se do të keni në lidhje me punën tuaj. Dielli largohet nga shenja juaj ku gjatë periudhës më parashme kanë ndryshuar identitetin tuaj dhe lëvizjet, vëmendjet, zhvendosjet dhe shumë gjëra të tjera që kanë dhënë mundësinë dhe kohën për të nisur diçka të madhe në jetën tuaj. Por ajo çka duket është një nga mundësitë më të mëdha dhe më me vlerë për jetën, për gjërat, për mundësitë dhe periudhën që duhet të nisni diçka shumë të madhe. Dhe kjo nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim, sepse është një mundësi shumë e mirë për punën, për karrierën dhe për disa takime. Në anën tjetër, kemi një mundësi shumë të mirë sepse mesazhi për juve të shenjës së gaforeve është që mos e lini veten në fund të listës. Dielli në luan ju kërkon të vendosni vlerat tuaja në dritë. Kur e respektoni veten, edhe parat, marrëdhëniet dhe vendimet fillojnë të ndryshojnë drejt më shumë stabilitet dhe dinjitet për jetën tuaj. Në lidhje me një takim, bisedim që do të bëni është me gaforet e diçit tret, por edhe me peshoret e diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tani që është vërtet për të lavdruar, është vërtet dita e tyre, data 22 që futet dielli në këtë shenjë, ku është një diçka shumë e madhe, që këta janë luanët. Luanë të dashur, gëzuar ditën e lindjes tuaj, gëzuar muajin tuaj, gëzuar nga gjitha anët, sepse është i vetmi muaj 2026 ku do flitet shumë për sa përket punës, për sa përket karrierës, një nga momentet më të rëndësishme të vitit. Dielli kthehet në shenjën e tij natyrale, në vendin ku energjia e tij shprehet fuqishëm, pastër dhe drejt për së drejti. Ky është sezoni juaj, është periudha ku drita kthehet mbi ju, ku ka identitetin dhe bën të dukshme, ku shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë gjëra do të arrihen. Është një gëzim shumë i madh për juve të kësaj shenje, sepse keni një mundësi, një kohë, dhe që të kuptojmë pak astrologji, dielli qëndron një muaj për çdo shenjë. Pra një herë në vit i bie që të bëj ciklin dielli që të vi prap në shenjën që është sot. Po të shikoni, do bëni një përllogaritje 2025 me 2026 të kësaj date do shikoni shumë gjëra, sepse ka një ndikim në 12 vitet e shkuara, pa drejtësitë që janë bërë në rol drejtues që keni qenë, merrni përfaqësinë dhe jeni me shumë fat në këtë drejtim. Pyetja është, a më respektoni? Dikush a më ka vlerësuar siç duhet? A është gati të shoh realitetin? Por për juve është mënyra dhe mundësia më e artë e që ndonjëherë mbi gjëra që kanë bëjnë dhe kohën. Për luanët, mesazhi është drita juaj nuk është vonuar, vetëm po përgatitet të dalë më e pjekur. Mos u nxitoni, por mos u fshihni. Kur dielli të prek më fort energjinë tuaj, do të kuptoni qartë çfarë duhet të bëni për veten, për zemrën dhe për jetën tuaj. Dashuria e munguar do të thotë që keni pasur probleme, luan ndem, luan akrep, rregullojeni, erdhi koha e rregullimit dhe e ristartimit për juve të kësaj shenje. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që vërtet është mundësia, koha dhe vazhdimësia në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet e tjera që do të vinë. Që këta janë të shenjës së Virgjëreshës. Virgjëresha duket se ka marrë një ndikim shumë të mirë, një pozicionim planetar ku ndriçon prapaskenën, ndriçon shumë gjëra në lidhje me punën, disa kontrata me sybet, me probleme, zgjidhen, nuk e diskutoj unë. Është edhe koha e artë mbi atë çka bëhet, mbi atë çka realizohet, sepse është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë për zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha. Megjithatë, Virgjëresha të 30 diqve ka një mundësi shumë të mirë, sepse përjetojnë fazën e thellë, pastrimin nga e kaluara, ndoshta ka një histori që e keni mbajtur gjatë dhe vjen një moment që juve ju gëzon jashtëmase puna, karriera dhe kontrata të rëndësishme. Ajo që do të keni mundësinë tani, e kaluara mund të kthehet në mbyllje një herë për gjithmonë, falje ose sqarime. Mos e ktheni automatikisht në fillim të ri, por prisni në vazhdimsi. Mesazhi për juve të kësaj shenje është që para se të fillojë cikli juaj i ri, duhet të lini pas ato që nuk ju shërben më.
mos keni frikë nga heshtja. Ajo po ju tregon çfarë duhet pastruar. Kur të vi koha juaj, do të hyni më lehtë, më të qartë dhe më të fortë mbi atë çka kërkoni, mbi atë çka është e vërteta, ajo që është kryesorja dhe forca juaj. Dashuria e munguar, do thot me peshk, do thot me shiketar, do thot dhe me binjak të 10 diçit parë. Do shkojmë tek shenja e radhës tani, do shkojmë tek një shenjë që do zbuloj shumë gjëra në jetën e vet, do zbuloj shumë gjëra në çështjet ekonomike financiare dhe kjo vërtet ka për të qenë ndikimi dhe mundësia më e madhe e që ndonjëherë që do thot shenja e peshores. Të lindët e kësaj shenje, duke se me futjen e diellit në Luan me 20 datë 22, hap një periudhë shumë të rëndësishme shoqërore, krijuese, mbështetëse dhe pune karriere. Luani aktivizon sektorin e 11 astrologjik të hartës suaj. Në ndikimin më të madh që ka të bëjë me punën, ka të bëjë me takimet dhe bisedime shumë të rëndësishme, nuk e diskutojmë këtë, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të arta, një periudhat më ndikuese, më favorizuese në jetën tuaj, sepse juve jeni në përjetësinë tuaj, juve jeni në ndikimin tuaj, në mundësinë të artë që ndonjëherë, sepse puna është baza, kurse ekonomia, pasuria është tjetër gjë, edhe pse keni pasur debate problematike të ndryshme, por vjen një moment tani që është një nga periudhat më të arta, një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Për peshorët, mesazhi është e ardhmja juaj nuk ndërtohet vetëm me ëndra, por me njerëzit e duhur pranë. Dielli në Luan ju ndihmon të dalloni cilat njerëz mund të ecin me ju dhe cilët duhet të mbeten pjesë e një kapitulli të vjetër. Shikojeni të seleksiononi këtë gjëra, sepse do t'ju duhet së shpejti juve të rregulloni, të stabilizoni gjërat e juaja. Prandaj kujdes në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që vërtet stabilizon, ndryshon, dikton, që janë shenjës së akrepëve. Për të lindur të shenjës së akrepit të 30 diqët, dielli në Luan, në nesër në datën 22 korrik, do të thot një nga kalimet më të rëndësishme të sezonit, sepse aktivizon sektorin e 10 astrologjik të hartës suaj, që lidhet me karrierën, imazhin publik, reputacionin, statusin, autoritetin, ambicjet, qëllimet, afatgjat, drejtimin profesional, figurat dhe marrëdhëniet me epror me njerëz të rëndësishëm. Ky nuk mund të jetë kalimi më lehtë i padukshëm. Përkundrazi, dielli në Luan vendos akrepin në një zonë ku duhet të dalë më shumë në dritë për të marrë përgjegjësi në çdo aspekt. Akrepi është shenjë uji, fikse, e thellë, strategjike, intuitive dhe shumë e fortë në situata që don kontroll. Një kontrast shumë e rëndësishme me bazë me gjithçka, një ndikim krenariteti, leadershipi, nevojë për punë, për karrierë dhe ndryshime dhe preferencat e juaja, koha që ndodhin fenomenet është një nga momentet më të arta. Kalimi mund sjellë dhe ndikime shumë të mira në lidhje me punën, lidhje me çështjet e mëdha vendimtare dhe konfliktet që keni pasur në të shkuarin fshihen nga memoria juaj, sepse jeni në kohën më të artme që themi të kësaj shenje. Shikoni me sy, nuk shikoni me fjalë. Është një nga momentet më të arta. Bini pas gjërave sepse keni të drejtë. E drejta juaj do triumfoj. Mënyra juaj dhe mundësitë që kanë bënë është më ndikuese dhe më rrezatuese. Në financat, ndikimi lidhet me karrierën, që mund të ketë mundësi për të ardhur përmes një pozicioni më të lartë pune, një projekt profesional, një klient i rëndësishëm, një rol i ri në biznesin tuaj, në marketing nëse merreni, dhe atë që do të shikoni ka të bëjë shumë me ndryshimin dhe vlefshmërinë e madhe. Mesazhi për juve të kësaj shenje është që të kuptoni, mos keni frikë nga drita, por zgjidhni më mirë mënyrën se si të dilni në ta. Ju nuk keni nevojë të provoni forcën në luftë. Mjafton të tregoni cilësi, qetësi, qëndrueshmëri. Ky kalim mund t'ju çojë në një nivel më të lartë. Nëse nuk lejoni që egoja, tensioni ose kontrolli i tepërt vendosni në vendet të mençurisë suaj dhe të periudhës suaj të artë mbi ndryshimin që keni. Dashuria është ajo që ju bën të ndjeni superior, që është me binjak, është me ujor dhe luan të rritiqit të tretë. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë të lëvizshme, tek një shenjë që ndikon, suporton, realizon, që do thot shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv mbi ato çka janë, mbi ato çka duhet dhe nga juve keni mundësinë për të zgjidhur problemin
përzgjidhur çështje të mëdha. Shqiptari duket se ka të bëjnë një nga ndikimet më të mëdha sepse dinjiteti, horizonte të reja dhe ky kalim nuk është i vogël, është një ftesë për zgjerim në lidhje me ndikimin, në lidhje me frymëzimin që do të keni tani tutje. Djedhi në Luan aktivizon në sektorin e nënt astrologjik për shqiptarët udhime të largëta, jashtë vendit, ndikime, kontakte, ndërhyrje, mundësi, hapësira, punë të reja, dhe kjo do thot një mundësi shumë e artë dhe tepër pozitive mbi gjërat që ndodhin dhe realizohen. Ajo që do të keni për juve të shenjës së shqiptarit si kontrata të rëndësishme, si dashuri perfekte, por gjithashtu një dashuri në keni pasur probleme në të kaluarën do ta zgjidhni sot. Për shqiptarin mesazhi është që horizonti po hapet, por duhet të ecni me vetdije. Ky kalim ju jep zjarr, besim dhe mundësi, por rruga më e mirë është ajo që nuk ju jep vetëm liri për sot, por kuptim për të ardhmen. Kuptojeni se do më kujtoni. Ndikimet që kanë bëjnë në fushën e dashurisë ka të bëjnë shumë me binjak të dhjetit parë, dash të dhjetit tretë dhe peshk të dhjetit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë mjaft korrekte, një shenjë që ka pasur disa probleme nga e kaluara, që tani është në kohën e vet dhe në momentin më të mirë të mundshëm në fushën e çështjeve dhe të ekonomisë, që do të thotë shenja e bricjapëve. Për sa i përket bricjapëve, meqenëse bricjapët të duket se tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar miqtë mi të kësaj shenje, sepse koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë, sepse bricjapi shpesh tregon dashurinë përmes përgjegjësisë. Ju mund të jeni gjithmonë në qendër të vëmendjes për gjërat që doni të bëni, por jeni mjaft ndikues shpirtëror në shumë drejtime. Por megjithatë, është një nga periudhat më të mira të mundshme për sa i përket punës, për sa i përket karrierës suaj dhe gjërave që do të keni tani në fushën e familjeve, sepse mund të jetë një çështje trashëginie, dokumenta ose ndarje përgjegjësisht. Në karrierë do të thotë kontrolloni financimet, marrëveshjet, burimet që ndani me të tjerët. Në financa mos merrni detyrime të reja pa plan, sepse ka të bëjë shumë ndikimi më i madh. Për bricjapët, ndikimi më i madh është mesazhi që transformimi nuk është humbje kontrolli, është mënyra për të krijuar një kontroll të shëndetshëm. Dhe me të vërtetë, dielli në Luan ju kërkon të shihni thellë, të pastroni atë që rëndon, dhe të ndërtoni siguri jo vetëm jashtë, por edhe brenda vetes suaj. Dashuria e munguar do të thotë mjaft ndikuese që është me bricjap të dhjetit parë, me dem dhe me virgjëresht të dhjetit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese tani, që është shenja e ujorit. Për sa i përket ujorëve, ujorët duket se kanë një mundësi shumë të mirë tani në lidhje me takime, lidhje me bisedime, lidhje me punën e tyre. Dhe kjo do thotë që ujori thotë ai vendos dritë mbi pyetjet kryesore. Kush është përballë meje dhe çfarë më tregon për veten time? Ujori është një ajri dhe është fiks i lidhur me lirinë, pavarësinë, mendimin, avancimin, miqësitë dhe gjithmonë korrektësitë. Në këtë drejtim, mesazhi për sa përket ujorëve është që njerëzit përballë jush nuk janë pengesë, janë pasqyrë. Disa do t'ju tregojnë ku duhet të hapni zemër, disa do t'ju tregojnë ku duhet të vendosni kufi, disa do të largohen sepse nuk kanë vënë në rrugën tuaj, disa mund të bëhen partner të vërtet nëse ka respekt, qartësi, liri të ndërsjellë. Dashuria duket se ujor me peshore është perfekte, ujor me dem është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, që do thotë shenja e peshqeve. Peshë dashur, ka ardhur koha, momenti për të bërë zgjedhjen e duhur. Për juve të kësaj shenje, duket se keni një mundësi, keni një ndikim shumë të madh, është shumë e rëndësishme në përditshmërinë tuaj, jeta juaj, sepse ka një ndikim romantik, ka një ndikim shumë të mirë. Peshqit gjithmonë dinë çfarë bëjnë, dinë ku shkojnë, sepse lidhet me sektorin e punës, lidhet me një ndarje që keni pasur, sepse ky dielli në Luan do trazoj shumë ujëra në favor, jo disfavor, dhe është koha juaj, sepse të 30 ditët ka një mundësi të ardhë mbi bisedime, mbi çështjet madhore financiare. Për peshqit kanë bënë shumë lidhje ekonomike financiare dhe mesazhi për juve të kësaj shenje është:
kujdesi për veten nuk është luks, është detyrë shpirtërore dhe praktike. Dielli në Luan ndihmon të kuptoni sa për të ndihmuar të tjerët, për të dashur, për të punuar, të ndërruar, duhet së pari të keni ndikimin ritëm, energji për të mbrojtur veten që të kuptoni të tjerët, për të mbrojtur nga ana e punës e karrierës, kontrata të rëndësishme, suportime dhe gjëra shumë të mëdha që do të keni me njerëz kryesor dhe rritjen e detyrë. Në lidhje me dashurinë, duke se me virgjëresh, me shigjetar, me gafore është A-ja dhe Z-ja në jetën tuaj, në përditësimin tuaj. Pikërisht dielli në Luan do bëj histori këtë vit. Dielli në Luan do shikoj shumë shenja të ndryshojnë mbi 90% në punë, në kontrata, në karriera. Këto ishin pak a shumë për sa përket me diellin në Luan, por ka dhe shumë gjëra të tjera, ju do i thomi në ditën e vazhdim. Para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi parashikrim të detajuar, astrologu.al, faqja roz shkoni atje. Dhe nëse keni dalë mendjen, shkoni tek sekretaria, dërgoni mesazhin në email dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë në rrjetin Viber apo WhatsApp. Manjëri pulla.